ti pse duhet ta përjashtosh, ta bullizosh, të vendosësh disa kufizime, kur nga ana tjetër, të jap si shembull kështu, zoti Flamur Noka në 2023, në rast se harroni, thjesht ju ja kujtoj, ka dhënë firmën e tij si deputet që zoti me mbiemër Marko Dajti të kandidoj për kryetar Bashkia e Tiranës, që është Fronti i Majt. Tani, ti le një komunist të kandidoj në 2023-shin, që të thoj, e di pse është bërë kjo, se këta mendojnë janë me flenë akoma dhe mendojnë se pushteti do t'i vi të shtëpia dhe jo të shkojnë ta marrin vetë me përpjekje. U mendua skenari i Hysni Miloshit, që ishte atëherë kryetari sekretari i Partisë Punës, Partisë Komuniste. Pra e vendosën këtë që ky të ishte një rrezik për Ion Velin. Dështuan. Dhe ti i dhe këtit personi që mos të mbledhi 3.000 firma për gjithë Tiranë, për gjithë Bashkinë e Tiranës. Dhe këtë individin që e ke brenda partisë tënde e përjashton, dhe këtit nëpërmjet votës së demokratëve i jep firmën tënde që është i majt, tani më fal, kush është i përjashtuar këtu? Woo!